Jam në kryeqytetin e Kipros, në Nikosia, kryeqytetin i cili shërben në fakt si kryeqytet për dy vende, për Kipron dhe për Kipron e Veriut, që njihet vetëm nga Republika Turke. Është një kryeqytet në zemër të ishullit dhe njëkohësisht vendi ku në një farë mënyrë zuri rrënjë kriza e famshme bankare e viteve 2012-2013, që pretendohet se preku shumë njerëz të rëndësishëm politik, por dhe të krimit dhe të mafjes në të gjithë botën. Në fillim të viteve 2000, bankat kipriote filluan të merrnin para të shumta dhe të rrisin depozitat e tyre fal normave të larta të interesit dhe parave që vinin kryesisht nga rusët dhe nga krimi, nga po e quaj njerëzit problematik të vendeve të Europës Lindore, po sidomos të Rusisë. Bashkimi Evropian ngriti fort në atë kohë alarmin që bankat nuk mund, po te kalonin shumë herë mundësitë e tyre të financimit, por bankat kipriote gjetën mundësinë e investimit në Greqi. Kur kriza greke shpërtheu, ato nuk arritën të marrin mbrapsht paratë e tyre të investimeve dhe i kërkuan Bashkimit Evropian që të mbulonte të ardhurat e tyre. Bashkimi Evropian vendosi që çdo njeri që kishte depozituar para në Kipro do të merrte vetëm $100.000 për çdo klient. 100.000 pavarësisht se ti mund të kishe depozituar dhe 10 milion. Kjo çoi në një krizë të thellë ku shumë njerëz, midis cilëve pretendohet që politikanë, madje dhe shqiptar dhe njerëz të krimit i humbën paratë në bankat e depozituar me lehtësi, por që Bashkimi Evropian e mbylli duke mos iu dhënë më shumë se sa 100.000. Nga Nikosia.